الحمد لله الحمد لله الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم فلندريم صلوات وسلامت بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إدرغويم. Vëllezër të respektuar, sot është një maj, dita ndërkombëtare e punëtorit. Allahu i madhruar e respektoi, e nderoi punëtorin dhe punën. Zoti i madhruar në Kur'anin famëlar thotë: "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Punoni nga se punën tuaj do ta vlerësoj Allahu, i dërguari i tij dhe muslimanët në përgjithësi. Pra, Islami e sheh punën si përgjithësi, nder e jo si nënçmi. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam tej mase e ka vlerësuar dorën e punëtorit. Një ditë Muhamedi alayhi salatu wassalam e sheh një punëtor, e sheh dorën e tij që i kishte plasur nga puna e madhe që kishte bërë, edhe i dashuri i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ngre këtë dorë në mesin e njerëzve, duke ju thanur të pranishmive se këtë dorë e don Allahu xhalla shanuhu. Puna e ndershme, pavarësisht çfarë puna është, tregti, bujqësi, lektori, ndërtimtari ose çdo zanat tjetër, është i dashur dhe i nderuar tek Allahu xhalla shanuhu nëse është sipas parimeve dhe rregullave islame. Nuk i lejohet njeriut që ta nënçmoje punëtorin apo punën që e bën, pavarësisht sa është e rëndë ose e lodhshme, nëse prej asaj pune rrjedhin gjës. Nga se Muhamedi alayhi salatu wassalam thot: "Jepja ju punëtorit hakun para se mi u thaj gjerësi i ballit." Prandaj ju drejtohen punëtorëve që të jenë të sinqert në punën e tyre, të jenë të përpikët në punën e tyre, të jenë të ndershëm, nga se Muhamedi alayhi salatu wassalam me një hadis të tij thot: "Allahu e don një punë e cila krihet në mënyrë të përpikët, të ndershëm." Prandaj personi i cili është i ndershëm dhe i përpikët në punën e tij, le të jetë i sigurt se Allahu xhalla shanuhu e vlerëson tej mase këtë njeri dhe punën e tij. Gjithashtu, punëtori duhet të jetë si qelë që ta krije punën me nder dhe mos u humbje tjerëve kohën. Në të njëjtën kohë, Islami sheh edhe obligimet ndaj punëdhënësve, që të jenë të drejtë, të jenë të mëshirshëm, t'u japin hakun punëtorëve dhe t'i respektojnë punëtorët. I nderuar i vëlla, sado që është e thjeshtë, nëse krihet me një nijet të mirë, duke dashur që përmes asaj pune ta siguroje kafshatën e brukës për vete, për familjen e tij që mos dalen të shtrinë dorën për të kërkuar lëmosh nga tjerët. Nëse puna e tij është me halal, atëherë le të jetë i sigurt se këtë punë, qoftë edhe e thjeshtë, e don Allahu xhalla shanuhu dhe e konsideron si ibadet. Gjithashtu, shoqëria që nuk din t'i respektojë punëtorët nuk është shoqëri e mirë. Në advent nuk do të ketë prosperitet edhe përparim. Prandaj, prej këtij vendi, në këtë ditë të 1 majit, ne të jemi respektues të çdo punëtori të ndershëm. Kemi respektues të çdo dore aktive, çdo dore që e don punën
edhe e kryejnë punën me nder, gjithashtu të respektojmë njerëzit të cilët dëshirojnë që jetën e tyre ta ndërtojnë mbi parimet islame, respektivisht mbi halal. Prandaj e lutim Zotin Xheleshanuhu që të na bëjë prej punëtorëve të ndershëm, na bëjë prej atyre njerëzve që punët i kryjnë me halal dhe me ndershmëri, të jemi prej njerëzve të drejtë e të sjellshëm. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين.